Unë jam një djalë pozitiv, njëri prej jush jam djalë i thjesht. Jam djalë i thjesht, ju rizodi krejtëve. Na falni për këto çuna goca, se do një di që do një ty një në dritare, po s'mund t'ju fuzë dhe do filloj, avash do filloj t'ju fuzë edhe unë në dritare njerëzit që më respektojnë. Njerëzit që nuk shajnë, se ka njerëz që shanë për do njerëzit që ka edhe njerëz që shajnë, po nejse. Më kanë futur shumë njerëz shumë dritare më kanë sharë. Në i trego, nëna gjumë. Gjumë, që dhe bëjnë nëna sa shme për live, ora vajtë 12 për 2 minuta. Jeni shumë mirë, zotë Juri, faleminderit dhe shqipe. Py 70.000 veta në 4 orë, valla. 70.000 shikues në 4 orë. 70.000 shikues kam kapur në 4 orë, valla. Në 4 orët e fundit. 70.000 shikuesa. Sa është ora? Po ora 12 është 11:59 vajti. Juri zoti krejtve shqipe, Juri zoti krejtve. Juri zoti krejtve çuna goca. Juri zoti krejtve çuna goca, Juri zoti krejtve. Bëni like, ta çojmë 500k, se edhe pak e çojmë 500k. Zoti të shtof sa më shumë pasuri se po mbanë në faleminderit dhe shqip. Bënë një gjë të qeshin këta që të ndjekin. Që të bëjmë vallajna? Se dja bëjmë do të sot dhe një gjë për të qeshur. Qa të bëjmë? Hajde ta ngrim lartë Klevisin si dikur, thesht, thot njeri, krasta Klajdi. O Klajdi, të ruj zoti ma, tha vlaçko, respekte. Nuk është se më ka rënë në një gjë, thjesht është një gjë tjetër be që më ka rënë. Thjesht nga goja e keqe e disa legendave këtu në TikTok, thjesht shumë persona më janë larguar për arsye se kanë besuar ata. E s'më kanë besuar mua. Bëni dënime. Për këtë arsye. Po unë do ngrihem përsëri. Se e meritoj, e di pse e meritoj, jam djalë pozitiv o shqipe. Edhe prandaj e meritoj suportin e njerëz, sepse njerëzit pozitiv e meritojnë, njerëzit që janë pozitiv, njerëzit e drejtë. Njerëzit e drejtë e meritojnë. Jo këta që gënjejnë natë e ditë. Për çfarë e marrë shtëpie. Okej, atë jo shpjegoj që nga fillimi për çfarë jam marrë shtëpie. Në datën 24 shkurt të 2025-s. Në datën 24 isha tek halla. Ishte mëngjesi, do nisshim, më kishte marrë hallua për të vajtur deri për atë dhëndrin që të bënte patentën. E mirë dhe e dinte Migueli që do vinim Korç për këtë punën eve, e dinte. Në rregull. E dinte që do vinim për këtë punë, morim telefon gjatë rrugës, Migueli mua. Do vi edhe unë me juve, me qenë se do vini Korç, tha. E mirë, në rregull, marrim makinën, nisemi, vim po janë, hym në lagje, vete thras Migueli, vi thras Migueli në këtu, zgjohet, bëhet gati Migueli, dalim jashtë, s'kalon ja 5 minuta, ndezim hym në makinë të tërë, ndez makinën unë e jap mbrapsh makinës. Jepi mbrapsh. Një 15-20 metra larg. Mbrapshte. Avash. Kur ja bëri makina bam, po nuk e pash. Nuk e pash o çuna. Ja bëri bam po makina, nuk e pash pasaj. Ishte, kur dola unë shofun, kisha goditur komshien, atë invaliden që është këtu, të komshia ime këtu, që është një mur, 1 metër unë andan. Kisha goditur unë atë, a kuptoni? Mora e futa, ajo ishte invalide, aq shpirt kishte, a kuptoni o çuna? Edhe u bë situata e rëndë në fillim, u bë shumë e rëndë.
E mora ai pa në makinë, u thash të nisem për spital gjatë rrugës. Do zoti u bë mirë, a kuptoni, tha po villte gjatë rrugës, a kuptoni, dhe thash të ndaloj makinën të ashuja, të pastroj të vjellat edhe t'ja laja fytyrën me ujë. Edhe nxjerr jashtë, a kupton? Ndaloj makinën vetë dhe nxjerr jashtë, ja pastrova unë xheken edhe i hodha dhe ujë nga syre, u ngrit me këmbë ajo. Ishte në ato moment ishte si e prerë, kupton? Thash unë me vete time u isha dhe më kishte zënë edhe paniku o shqipe, a kuptoni, frank, respekto. Më kishte zënë edhe paniku në ato momente mua. Aq keq ndjesha sa se ke ide, si isha ndjerë ndonjëherë, nuk isha vënë në një situatë të tillë asnjëherë në jetën time. A kuptoni, e mora pastaj thashun me veten time, po të kthehem mbrapsht më vete të marr doktorin e fshatit. E mirë, vajta unë, vajte e marrë e fut prap në makinë edhe i ikim për fshat unë e sjell te shtëpia e fut e shtri atje. Pastaj vete marr doktorin. E sjell doktorin edhe e sjell doktorin te shtëpia e futet doktori dy hy dhe unë. Vini edhe ato komshinët, më bëni mua ato komshinët, pastaj ik ti ore, jo po këtej, jo po ande. Ik ti ore, i thashun. Më tha mua pastaj, unë dola. Harrova dhe doktorin që ta shtëpia prap, e lash doktorin atyja, se mu përgjigj keq doktori mua në fillim. Kur ashtu edhe e lash nga inati doktorin, mua nuk më respektoi doktori fare, e lash nga inati doktorin. Se tha mua jo je për polici, jo po për këtej, jo po për ande. Doktorin e lash nuk e shpura fare te farmacia me pastaj, e kupton? Më përgjigj keq edhe bashkë me atë infermiere, kishte një infermiere pasme dhe më përgjigjen keq mua. Sikur çaj u kisha bërë unë atyre dhe ç'a kishin me dhe unë i lash aty fare ata. Ikën, thashu me vete, le ikin me këmbë, ika Korçë, unë isa për Korçë pasaj. Isha dhe i stresuar, keq fare. Thashu do vete ta pi një kafe se vare lesht. Marrin telefon pas i vajtën Korçë, marrin telefon, dava 5 minuta. Kish. Unë sa mbarova kafejnë, sa po flisja ma dha. Morën telefon e pasaj vajta, po më kërkon të policia, më këshin shpallur në kërkim, qia motra, thashum. Vajta unë, u paraqita në komisariat. I mbushi letrat e miku atje vet, po një letër kaq, qia motra, kaq letër, të trasha. Më kapën, më futën brenda, në plas në ti një 4 ditë. 4 ditë para burgim. Qia motër, më ndjesi më të keqe, s'kisha ndjerë njërë, më ndjesi më të keqe se në para burgim në njëherë, ndjesi